Frika për mundësinë e kalimit të Hasit si njësi administrative e Kukësit ose e Tropojës në kuadër të reformës së re administrative o territoriale, edhe pse ende pa diskutime në Komisionin e posaçëm për reformën territoriale, ka sjellë reagimin e banorëve të Hasit, të cilët e shprehin kundër çdo ideje për shkrirjen e Bashkisë Has, duke e konsideruar një veprim të tillë fatal për komunitetin, gjë që do të rëndonte jetën e përditshme dhe do të thellonte izolimin e zonës. Nuk duhet të udhë. Pse? Për shumë arsye, se këtu terreni është shumë i haptë. Njerëzit sa më afër shërbimit edhe s'po mund me i kryer. Le më shku në Kukës, si s'bëhet fjala as në Tropoj. Kjo për çashtu më mirë me bashkëgjit Gjakov sa dikush këtu më afër se sa më shku në Kukës aty. Pra më shku me marrë letër në Kukës, duhen paktën me hup një ditë pune. Se bëte puna ne pak të shkatruam edhe njerëz kanë ik s'ka tri as forcë punëtore gjë tjera që ndodha e puna është fatkeqësi për Hasin e për ndoshta edhe për bashkitë tjera që ndodhen e punë. E mirë nuk bën e punë. Shteti ka punë të veta, edhe opozita duhet të flasin fjalën e saj, për sa i takon, po ajo nuk është mirë që ndodhen e punë, që të ndodhin. Ne nuk jemi në dakord, ma mirë të bëhet me referendum. Kaq, s'ka më shumë. Nuk jam të dakord sepse ne detyrohemi me shku në Kukës për dokumenta. Për çdo gjë duhet me shku në Kukës. Prej Hasit në Kukës është 50 kilometra prej shtëpisë time. Edhe shpenzime më shumë, të mjaftueshëm, është mjaftueshëm popullsia, është çdo gjë do tonë. Ju jetoni ku? Qartë, bardash. Ata se din vetën se ku janë. Jo me bon zonat me territoriale me do Kosovë, Shqipëri, Tropoj, nga na bën lam shkajt. Ky shqetësim është nxitur edhe nga reagimet në rrjetet sociale të diasporës hasiane, ku theksohet se bisedat për ndryshime administrative nuk janë thjesht çështje teknike, por prekin drejt për drejt identitetin, kulturën dhe të ardhmen e krahinës së Hasit. Ndërkohë diskutohet mundësia e ndarjes së vendit në 2 ose 3 rajone të mëdha veri i jug me argumentimin e rritjes së efikasitetit të njësive vendore, por në zona si Hasi kjo reformë po shihet me shqetësim nga banorët dhe diaspora hasiane.